Një rrugë me kaldrëm e ndërtuar rreth 7000 vjet më parë është zbuluar nën ujërat e detit Adriatik pranë ishullit Korçula në Kroaci. Arkeologët besojnë se ajo lidhte një vend banim neolitik me pjesën kryesore të ishullit dhe ofron të dhëna të reja për jetën e komuniteteve që banonin në këtë zonë mijëra vite më parë. Zbulimi u bë në sitin arkeologjik në ujor të Solinës, një prej vendbanimeve prehistorike më të rëndësishme në Mesdhe. Rruga ka një gjerësi rreth 4 metra dhe është ndërtuar me pllaka guri të vendosura me kujdes. Ajo ndodhet 4 deri në 5 metra nën sipërfaqen e detit dhe është ruajtur në gjendje shumë të mirë, pasi për mijëra vjet kanë qenë zbuluar nga balta dhe sedimente detare. Sipas studiuesve, rruga është përdorur rreth vitit 4900 para erës sonë dhe të çon drejt një vendbanimi të ndërtuar mbi një ishull artificial i krijuar nga vetë banorët e asaj kohe. Siti u identifikua në vitin 2021 nga arkeologu Mate Parika i Universitetit të Zadarit, pasi imazhet satelitore zbuluan formacione të pazakonta në fundin e detit. Gjatë kërkimeve të mëvonshme u zbuluan mure guri, rruga dhe mbeti të tjera të një vendbanimi të organizuar. Pozicioni i mbrojtur i zonës ka bërë që strukturat të ruhen pothuajse të paprekura, pasi ishujt përreth kanë zbutur ndikimin e dallgëve ndër shekuj. Gjatë gërmimeve, arkeologët zbuluan edhe një vendbanim të dytë në ujor në gjirin e Gradinës, në anën tjetër të ishullit Korçula. Edhe aty u gjetën sopata guri, tehe dhe fragmente enësh qeramike që lidhen me kulturën Havar, një nga kulturat më të njohura të periudhës neolitike dhe të epokës së bakrit në bregdetin lindor të Adriatikut. Sipas ekspertëve, prania e dy vendbanimeve pranë njëri tjetrit tregon se ishulli Korçula ka pasur një popullsi shumë më të madhe dhe më të organizuar nga sa mendohej deri tani. Zbulimi konsiderohet një nga më të rëndësishmit për arkeologjinë ujore në Mesdhe, pasi vendbanime të tilla të fundosura janë shumë të rralla dhe ofrojnë informacion të vlefshëm për jetën dhe ndërtimet e komuniteteve neolitike rreth 7000 vjet më parë. Për teleshikuesit e Adrianet TV, kujtojmë se kjo rrugë afër brigjeve tona është ndërtuar rreth 3 shekuj më parë se Troja, qyteti historik që mendohet se i përket shekullit të 13 para erës sonë.